duhet të kuptojmë që ne si shoqëri nuk kemi pas as John Locke, as Rousseau. S'ka nevojë, njerëzimin ato janë dhe për danezët. Po, jam dakord edhe për gjermanët, edhe për suedezët. Jam dakord. Pra, ne kemi një shoqëri, duhet pranojmë këtë, dhe ne jemi në një proces sot. Dhe këtë proces as nuk si puna njeriut, më ka një moshë rritet nga bebo derisa je bo kaq. Problemi është që në këtë proces si kemi vërprune, domethënë se ne nuk mund të bëhemi as Francë, as Angli, e as Gjermani, dhe nuk bëhemi dot as i fqinjët tanë fatkeqësisht. Fatkeqësisht, ajo që ngretet ju në lidhje me fqinjët, ke plotësisht drejt, sepse jemi ne që i kemi lënë fqinjët tanë, s'po e them atë fjalën e ron, me na bën neve çfarë duan ato. Pra, çfarë përgjegjësie kanë këta, masi dolëm ne nga 90-ta, në këtë proces e kanë gëdalsu, mund ta bëjshin më shpejt, mund ta bëjshin më mirë, ku kemi shku, sa kemi hec. Po të krahasohemi me botën nuk mundet më të rëmë. Ja, nuk, shiko, tani siç vetëm budallai mëson nga gabimet e veta, se është mirë të mësosh nga gabimet e tjetrit. Pa bëm mësim në tjetrit. Dhe bota ka kalu këto dhe ne fatkeqësisht ne dinim nga po iknim 91 dhe nuk dinim ku po shkonin. Tani dim të dyjet. Edhe ti ke bindje se jetove në Gjermani e në Amerikë, edhe unë kam të bindje sot e di mirë se çfarë duhet bëjmë. Por të mos ndryshosh, duke pretenduar që si ke mirë punët, e të mos ndryshosh dhe baf po i kokër, po me rame, po Berishën, atëherë i bi që ne jemi shumë rëndë. Megjithatë, këta jemi shumë rëndë si shoqëri, pra po them. Dakord, ne dhe këta pjesën më të devotshme shoqërisë, se njerëzit në demokracinë ndahen nga devotshmëria. Nuk ndahen kush është klani i njërit apo i tjetrit. Edhe nuk ndahen me flamur partijak, me përçarje të tilla. Historia njerëzore ka qenë do jetë lufta e të mirës me të keqen, drejtësisë me të padrejtësi. Kjo është. Tani kur padrejtësia rreth gjoksin, edhe tallet me njerëz si puna ime e jote e tjerë, se e ngjirë ke tërë jetën, ke 40 ca vjet më menun, që i ke thonë këtë punë. Ke pas guximi i thonë dhe në atë kohë, edhe në këtë kohë. I kemi bisedu dhe pranit babës tatë. Unë e kom darë shumë, edhe që kemi qajtë bashkë me të bile. Po për këtë punë. Tani, nëse neve do të themi që nuk bëhemi, unë nuk menoj që është kështu. Pjesën më të madhe, më devotshme, këta detyru më shku jashtë. Tani ti ka ardhë, se e pe që nuk më mbyll ka kjo jetë kaq bosh. Ti qoftë me këto që thu, ti plotësove vetëm tënde.